Rikthehemi së bashku dhe vazhdojmë në pjesën e dytë me të ftuar. Natyrisht, me doktorin që e kemi sot në studio të mërkurave, s'kemi nevojë për të paralajmëruar më herët, sepse tashmë të gjithë shikuesit e dëgjuesit tanë e dinë se do të flasim për një problem shëndetësor. Sot e kemi vendosur me fol për infertilitetin mashkullor apo thënë më popullor që nëse mund ta deshifrojmë. Jo pjelloria tek meshkuj do thotë. Natyrisht që kjo lidhet edhe me gjinin femrore. Por derisa dikur është llogarit që problemi qëndron tek femra, tek gruaja, statistikat e fundit tregojnë që është dikun gjysmë, 50% mbetet tek mashkulli, tek problemet të cilat mund të paraqiten tek burrat dhe pjesa tjetër 50% që tjetër mbetet tek gratë. Dhe, nuk e di a guxoj, po e përmend një herë që doktor Faredin Vesela e kemi të ftuar në studio, i cili me profesion është urolog dhe besoj e njihni tash ju të gjithë. Dok, mirë se erdhën në emision. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën, përshëndetje për të gjithë teleshikuesit dhe telendëgjuesit e juaj. Nuk di, pak deshta me fillu me humor është, po besoj. Ose në temën e nisëm edhe në para temën e jashtë nisëm, kamerave. po jashtë kamerave dhe qeshëm shumë mes vete, por është realitet ajo. Nëse dikur një burr i ka marrë 2, 3, 4 gra sepse ato nuk bënin fëmijë, sot nuk qëndron spaku kjo, sepse vërtetohet se nuk është problemi tek gruaja, por mund të jetë edhe tek burri. Kjo i ka dëmtu burrat. Dik një herë fillimisht ka ardhur mirë. Mësanena ka qenë vort. Nuk e pranojnë burrat. Jo. Tradicionalisht dhe historikisht qenjet njerëzore, domethënë bota u shtuar duke pas një planifikim familjar dhe dëshira e çdo prindri që çdo çifti të ri është që në një moment të duhur, në kohë të duhur të planifikoj një planifikim familjar. Megjithatë, çiftet të cilat shpeshherë pas një periudhe 1 vjeçare të planifikimit familjar dhe mos ardhja deri në Shtatzania, sigurisht që mund të diskutohet edhe flitet për një dobësim apo për një infertilitet apo subfertilitet, një aftësi më të zvogëluar për arritjen e shtatzanisë. Dhe pas një viti, ata të cilët duan që realisht duhet me fillu me planifiku kontrollat e para, vizitat e realisht para. në trevat tona shpeshherë çifti sapo 1 muj 2 martesë ka dhe thot që 2 muj po planifikojmë, s'po vjen te shtatzania, apo në aspektin mjekësor parashihet që nëse çifti 1 vit ka pas planifikim familjar, dëshirë për arritjen e shtatzanisë dhe nuk ka ardhur, ai mund të konsiderohet se çifti është subfertil dhe duhet trajtuar çiftin. Pra problemi nuk është vetëm i femrës apo problemi vetëm i mashkullit, problemet janë të përbashkëta. Madje kam parë që analizat e para duhet bërë tek mashkulli, sepse ka shumë më pak që tregojnë ka problem apo jo, kurse tek femra duhet me hulumtu pak më shumë. Nëse gjithçka është në rregull te mashkulli. Sigurisht, ju e them edhe më herët se historikisht femrat janë paraqitur si shkaktar kryesor të infertilitetit ose pa aftësisë për shtatzani, dhe për çka nganjëherë kanë marrë 1-2 gra. Por në fakt e vërteta është se 30 deri në 50% shkaktari i infertilitetit në qift ose sterilitetit është pikërisht faktorët është mashkulli. Tani përse janë këta faktorë, ka shumë faktorë, të cilët lidhen faktorë që varen prej individit, në këtë rast prej mashkullit, por edhe faktorët tjerë. Për shembull, historikisht martesat, martesat tradicionalisht më herët kanë ndodhur në moshë shumë të re. Dhe në moshën shumë të re dhe vlefshmëria është më e madhe. Po. Tani planifikimi bëhet në fazat më të vona, shumica çifte shkollimi, punësimi, karriera. Edhe një planifikim në një fazë pak më të vonë jetësore, sigurisht paraqet edhe problemet në sipërfaqen edhe më tepër. Nga aspekti mashkullor, po isha ndal fillimisht domethënë te gjeneza, sepse nuk mund të flitet për periudhën kur është personi burr apo grua, por problemet fillojnë qysh në fazat e hershme, në fëmijërinë e hershme, me që se po flasim për infertilitetin mashkullor, tek problemet me testise, të cilat paraqiten në fazat shumë të hershme të fëmijërisë apo nga koha kur ende nuk ka lindë bebja, dhe që këta mund të jenë faktorët e parë të cilët duhet hulumtu. Efektuar me vonë. Po,
kur flasim për infertilitetin maskullor, atëherë do të përmendim shkaqet. Dhe një prej shkaqeve janë shkaqet janë anatomike, gjithsesi mos zbritja me kohë e testiseve të fëmijë, për çka në fazën e vonë kjo ka reperkusione në kualitetin e materialit spermatik. Pra, dhe është rutinë dhe duhet të jetë rutinë, ndoshta edhe më tepër, përkundër zhvillimit të mjekësisë dhe rrjetit shëndetësor mjaft të mirë në vendin tonë, po edhe përgjithsisht në botë, megjithatë vrehet një tendencë ende e lartë e operimit apo për zbritjen e testiseve në skrotum në moshat më të vona. Koha më mirë. Apo dhe fare, që s'ka ndodhur fare. Po, kemi raste edhe në kohën e tërnishme na operojmë 18, 20, 25 vjeçar, zbresim testisë në atë kohë kur testiset vetëm, domethënë janë në aspektin janë të dëmtuara, me i pas në atë kohë. Prandaj edhe rekomandimi kryesore janë që pediatri, neonatologu që në fillim me lindjen e fëmijës të vrej organet gjenitale a janë në pozicione të duhur, a janë komplete dhe në çdo kohë kur ato nuk janë, atëherë duhet të raportohet dhe duhet të mirë mosa. Fatkeqësisht edhe thash edhe përkundër kësaj ende vrehet operimet në fazat e vonshme. Pra, problemet me zbritjen e testiseve dhe operimi tyre shumë me vonesë ka impakt direkt në planifikimin familjar në moshën kur ata fëmijë rriten dhe planifikojnë për familje. Tani ky është një faktor. Faktori i dytë, i cili më është edhe lëndimet që ndodhin te fëmijët gjatë loja, domethënë dëmtimi i testiseve, një prej faktorëve këtu shumë e rëndësishme është përdredhja apo torzioni i testiseve që zakonisht ndodh në moshën rreth pubertetit, moshën 13 deri në 17 vjeçare. Dëmtimet tjera në lojën sportive e në disa raste edhe dëmtimet për shkak tumoreve të testiseve të cilat në këtë moshë, domethënë në moshën e plejshmërisë maskullore janë më të shpeshta. Ndodhin më shumë këtë moshë? Po, tumoret e testiseve pikërisht preken moshën 15 deri në 35 vjeçar dhe piku më i madh. Jo, lidhet për shkak efektit hormonal, se në këtë fazë, domethënë, faza më e madhe e fertilitetit, e plejshmërisë, ndarjes së qelizave dhe si rezultat tumoret e testiseve në këtë moshë janë shumë të shpesha, prandaj çdo ndryshim në organet gjenitale në këtë rast në testise duhet raportuar me kohë, duhet paraqitur te mjeku me kohë, pasi që shpeshherë ato trajtohen si një infeksion, ndërsa tumoret janë shumë agresive. Prandaj operimi i tumorit dhe shërimi nga tumori se kjo ndodh, sigurisht ka impakt masanena në infertilitet, për shkak se shpeshherë disa pacientë janë të detyruar edhe të marrin terapinë me kemoterapi, dhe kemoterapia gjithsesi do të bëjë dëmtimin e testisit të tjetër në kuptimin e spermatozoideve. Pra edhe shumë barna dhe shumë mjekime në këtë periudhë, qoftë me kortikosteroide për sëmundje të ndryshme autoimune, gjithsesi edhe ato kanë impakt në pjekjen normale të testiseve. Pra, sëmundjet e testiseve janë një faktor. Sëmundjet tjera të cilat kanë impakt ndikim në infertilitetin maskullor janë edhe sëmundjet hormonale, çrregullimet hormonale, çrregullimet me gjendrën e hipofizës, kur dihet se gjendra e hipofizës është një gjendër i cili programon në mënyrë të rregullt lirimin e hormoneve të dyja gjinit, në këtë rast edhe të mashkullit, për prodhimin e hormoneve nga ana e testisave, në këtë rast nga testosteroni. Dhe duke qenë se këto hormone nga hipofiza e nxisin zhvillimin e pubertetit dhe zhvillimin e plejshmërisë, që rregullimet e këtyre hormoneve, qofshin hormoneve folikulostimulus, qoftë hormonet luteinizus, qoftë prolaktinës, si pasojë të rregullimeve, domethënë të gjendjes hipofize, kanë impakt direkt. Faktor tjetër shumë i rëndësishëm janë infeksionet. Infeksionet urogjenere. Po zëmbend shumë të madh në këtë. Shumë në jetë në përditshmërinë Po para se të flasim, kalojmë tek infeksionet. Ti ftojmë televizionistët tanë, dëgjuesit tanë. Numrin e telefonit e shikojnë në ekran, temën natyrisht nëse kanë ndonjë pyetje mund t'ia drejtojnë. Por unë nuk po pres shumë thirrje sot. Pikërisht pse po flitet për infertilitetin maskullor. Ndoshta gratë. Po besoj që është e kuptueshme. Gratë nëse nuk i kanë burrat aty. Po pas. Jo, ti them të drejtën. Kjo është mos e vërtet që ende është një tabu. Tabu temen në vendin tonë. Do të paraqitemi që s'është tabu.
për shembull, atë ka ndonjë ndonjëherë me thënë në një grua që unë e lëshova, atë ta përdorim të shpreh, e lëshova burrin për këtë arsye? Se kemi dëgjuar të thënë shpesh. Nuk e thojnë ato, po e vërteta ndodh kjo. Kjo ndodh, çiftet ndahen për shkak të këtyre problemeve. Çe, më njëherë po na thirr, jo një burr, po një grua. Kjo është një realitet. Shpeshherë ndoshta kjo ndodh dhe për shkak të mos informimit të mirë, për shkak të mos mjekimit, se problemi është i zgjedhshëm. Kur flasim për infertilitetin, problemi është i zgjedhshëm, ka zgjidhje. Por keq kuptohet ende, keq interpretohet dhe në qoftë se flitet për infertilitet mashkullor. Më duhet ta them edhe këtë fatkeqësisht që duket sikur flitet për një paaftësi mashkullore, që në fakt s'ka të bëj fare me të. Jo rastësisht po e përmend këtë. E vërtet është ashtu se që në vizitën e parë që është një çiftin kur problemet janë të natyrës mashkullore, është vërtet se meshkujt fillimisht pritojnë të mirën me këto procedura, nëse thoshte të bënë analizë spermogram, nuk besojnë që mundën, dhe masanaj ajo ka impakt edhe në zgjidhjen e po, absolutisht. Realisht kemi dy kategori të çifteve. Kemi një çifte të reja, të cilët në mënyrë shumë të vullnetshme vinë diskutojnë e pranojnë realitetin, punojnë në zgjidhjen e problemeve dhe kanë suksese, dhe kemi çifte të cilët këtë proces e fillojnë me shumë vonesë, por megjithatë krijojnë vetës shumë stres, krijojnë po ashtu një stres në lidhje në çift, e që më pas kjo e vështirëson edhe më shumë, domethënë me arrit deri te rezultati i shtatzanisë. Shkakton problem ekstra. Megjithatë, prapë shumica e çifteve vërtet investojnë shumë, bëjnë shumë për me arrit këtë qëllime, dhe sheh se çiftet janë në gjendje gjithçka të bëjnë në një fazë të caktuar. Unë shumë mund të kujtoj një çift i cili përkundër paaftësisë, domethënë disa paaftësive fizike, gjithçka që kishin shitur për të arritur qëllimit për shtatzani. Madje në rastin ekstrem kishin hyrë në kredi të madhe vetëm se të realizohet ajo dikun jashtë vendit. Dhe kur në kohën e Covidit, pastaj njëri stari i çiftit veç kishte vdekur për çka Covid. Pra, domethënë e përdorin një histori e dhëmshme, e keq që domethënë se janë çifte të cilët gjithçka në gjendje me bë. Nëse kthehemi tek sporti, pak më parë përmendëm për shembull sporti i tepër, ushtrimet e tepërta ose stimuluesi që marrin ata që në fakt përdorin. Absolutisht. Ndikojnë? Po, absolutisht. Mirë, ta bëjmë këtë dhe do të kthehemi tek infeksionet, domethënë që ishin biseduesi. Përmendëm problemet me testisën në fazën e hershme, përmendëm çrregullimet hormonale, përmendëm edhe infeksionet në përgjithësi. Abuzimi me alkool, abuzimi me duhan, me droga, ka impakt shumë të madh të keq. Veçanërisht është edhe një trend jo i mirë, i cili është përdorimi i substancave steroideve, testosteronit me qëllim në proteinave. Proteinat e pastërta ndoshta nuk ndikojnë keq, po përdorimi i testosteronit ka impakt ekstrem të keq. Për arsye se testosteroni mund të vjen të zhvillimin e muskulave, mund të bën mashkullin muskuloz. Por testosteroni ka impakt, blokon në hipofiz prodhimin e folikulit stimulus. Domethënë pengon prodhimin e spermatozoideve. Prandaj përdorimi edhe abuzimi me testosteron direkt dëmton substratin, masën e testisave, dhe prandaj nuk është steroidet kanë testosteronin. Pikërisht steroidet kanë testosteron ose edhe testosteroni i pastër. Prandaj të gjithë duhet pasur kujdes, të gjithë të rinjët, të cilët shkojnë nëpër klube sportive të fitnessit, të jenë të qartë se nuk duhet përdorur steroidet, pasi që si më thonë zbukuron trupin, muskujt, masën, fuqinë, por në aspektin e një burr me muskull, por jo një babaj bie në formën jetë një babaj dëshuar me mësime të vogla. Sidomos nëse ai përdorim ka qenë periudhë të gjatë. Dhe mendoj që aktualisht ky është një problem për të rriton realisht mjaft i madh. Po përmendim numrin 038 sa e kemi numrin më Maxi se harrova. +33 44 900 02, unë e lexova. Ti lexove se në moment e harrova dhe e din cili numër isha duke i dhënë. Po. Një numër kur kemi qenë objektin e vjetër, që e kemi pas do isha me fillu me atë 55 dhe ndalova.
Po mirë që e numri jonë i paskëm. Viberi, domethënë që mund ta telefonojnë, mund të dërgojnë edhe mesazhe në lidhje me temën më shumë. Infertiliteti mashkullor, lidhshmëria në mes të infertilitetit mashkullor dhe atij femror, problemet më të mëdha, shkaqet e mbi të gjitha trajtimi, sepse nëse ndërmerren hapat e duhur, trajtimi çdo herë ekziston, sidomos në kohën moderne, kur në këtë fushë, domethënë, ka pas përparime në shkencë më të mëdha se sa ndoshta në gjitha fushat e tjera. Infeksionet, prap po kthehemi sepse çdo herë na duken të pakta i neglizhojmë një infeksion urinar, mund të tejkalohet vet, por ai mund të jetë edhe njëri prej shkaqeve që në dikur bëhet vonë dhe vjen deri tek problemet e mos arritjes së pjellorisë një çifti. Pra, një prej shkaqeve shumë të shpesha, ndoshta më të shpesha që e shohim në përditshmërinë me punën me pacientë, veçanërisht të çiftet të cilët janë, po themi, subfertile, domethënë ndoshta një pengesë e vogël është që pengon në arritjen e shtatzanisë, është pikërisht infeksionet urogenitale. Dhe këto infeksione janë më të shpesha nga infeksionet banale me bakterie, qoftë Escherichia coli apo bakterie të ngjashme, të cilat njëkohësisht shkaktojnë edhe infeksione urinare, pastaj infeksionet me klamidie, infeksionet me uroplazm, mikoplazm. Këto janë infeksionet më të shpesha, mund të ndodhë edhe me viruse të ndryshme, por këto janë infeksionet veçanërisht me klamidie, uroplazm, mikoplazm dhe me bakterie. Të cilat mos harrojmë që janë bartse gjithashtu. Absolutisht, këto janë seksual transmisive dhe bartën në qift. Shpeshherë femrat janë ato që më shpesh trajtohen, kanë vizita më të rregullta ginekologjike dhe nganjëherë trajtimi fillon pikërisht edhe i meshkëve nga ginekologu, që realisht nuk do të ishte këtu, do të ishte jo ndonjëherë për gjithmonë. Po duhet urologu në parimin që edhe partneri të merr terapinë e njëjtë. Unë mendoj në çiftet të cilët dëshirojnë planifikim familjar dhe nëse një çift femra ka infeksion apo moshkulli i cili po veç është në fazën e planifikimit, pa ndonjë simptom, që në vizitën e parë bëhet ekzaminimi edhe me ultrazon, edhe i gjithë abdomenit, edhe i gjenitaleve të jashtme, bën analizat laboratorike duke shiquar hormonet dhe bëhet kërkesa për analizat mikrobiologjike për të shiquar ka infeksione. Dhe nga puna e përditshme shohim në shumicën e çifteve e vrejmë se ekzistojnë, janë prezente infeksionet urogenitale, qoftë që ato në prostat, në të cilët zbulohen përmes spermokulturës, qoftë të infeksionet me klamidie, uroplazm dhe mikoplazm. Dhe në shumicën e rasteve trajtimi duhet bërë trajtimi i çiftit. Mirë, po për të bërë trajtimin e infeksionit, atëherë ndryshe trajtojnë infeksionet e femrat, ndryshe trajtojnë të moshkujt. Të moshkujt koha për trajtim është më e gjatë krahasuar se të femrat. Gjatë fazës së trajtimit, nëse një infeksion është të moshkulli për shembull, atëherë detyrimisht duhet të bërë ekzaminime të njëjta edhe te femra në kohën e trajtimit të infeksioneve. Aktivitetet seksuale duhet janë të mbrojtura në mënyrë që infeksioni mos të shpërndahet nga çifti në çift, dhe në momentin që është eliminuar infeksioni, atëherë tek mas asaj mund të planifikojmë nga moshkulli që të bëjmë një ekzaminimin bazik. Ekzaminimi bazik është analiza për cilëtetin apo e farës apo spermogramin. Dhe një spermogram i mirë, i cili nënkupton numër të mjaftueshëm të spermatozoideve, i cili është mbi dikon 39 milion dhe mbi 50%, mbi 50%, domethënë na flet për një spermogram të mirë dhe për një mundësi të mirë për arritjen e shtatzanisë. Normal, gjithsej. Por këtu do të shtu dhe faktorët e tjerë më pas. Absolutisht, një pi faktorëve të tjerë është stresin, për shembull, jetën dinamike që gjithashtu po e vrem që viteve të fundit ka ndikim shumë të madh. Ashtu siç po e konsideron shkenca dhe ne jemi të primë besunte. Definitivisht faktori stresues është shumë i madh. Ajo që shohim shpeshherë çiftet në një fazë të caktuar janë në fazën e planifikimit familjar në kuptimin e mos arritjes së shtatzanisë së padëshiruar. Kjo ndodh zakonisht të çiftet në atë fazën e fillimit martesës ose bashkëjetesës, dhe në atë fazë janë kryesisht të përqendruar në fazën e planifikimit familjar, domethënë ikjes shmangjes së shtatzanive të padëshiruara. Dhe aty ndodhin shpesh. Dhe aty ndodhin shumë shpeshherë. Megjithatë, kur çifti vjen në një farfazë dhe i qet vetes prioritet arritjen e shtatzanisë, masanej nëse ajo kalon disa muaj dhe nuk arrihet, kjo masanej kalon shpeshherë në një fazë stresi, se kjo nuk është çështje matematikore, 2 + 2 bëjnë 4 dhe duhet mendohet. Dhe gradualisht çifti fillon
me hidhur një lloj presioni familjar, edhe pse çdo herë më pak ky presion është i përranishëm, po duhet të thonë se ndikimi i familjes rrethit ka ndikim. Dhe kjo masanej gjithsesi dëmton procesin. Pa dashjen e tyre ndikohen. Absolutisht. Nënvedije. Duke pas parasysh se në jetën moderne angazhimet janë të shumta, angazhimet në punë, angazhimet në investime, qoftë shkollim dhe çiftet planifikimin familjar për arritjen e shtatzanisë e lënë faza pak më të vonë. Pra shumica çifteve planifikojnë mas moshës 28-30 vjeçare dhe shkalla e pleshmërisë nuk është e njëjtë. Dhe ashtu lidhet me gjininë femrore konkretisht. Realisht për të dy gjinit. Realisht për të dy, po më shumë është e shprehur për gjininë femrore dhe shkalla e pleshmërisë në moshën 25 vjeçare, nëse mund të themi është 100%, në moshën 35 vjeçare të femrat është 50% dhe në moshën 38 vjeçare, 40 vjeçare ndoshta 10. Në 23 vjeçare pash në dikun që ishte 70% gjasat bien, 30% betet. Sigurisht statistikat janë të ndryshme, por realisht në moshën 40 vjeçare aftësia për të ngelur shtatzan është bukur zvoglohet. Tash statistika mund të jenë të ndeshme 10 deri në 30%, por është shumë normale se edhe kualiteti riprodhues, domethënë i qelizave të ves, por kjo vren edhe për kualitetin riprodhues të moshkullit, i cili është por nuk është në nivelin e moshës kisha thonë moshës sportive. Kur dëgjova për këtë temë isha hyrë duke lexuar diçka, do unë marr shumë informacione dhe thuhet që për mashkullin, për shembull, një mashkull mund të bëhet prind në çdo moshë, e vërtet kjo? Nëse ka kaluar të 5 vjetat për shembull, një shembull, a do të varemi se nuk mundemi nga mosha apo nuk mundemi se ky pikërisht jo pjellëshmërisht si bie? Jo pjellëshmëria. Shqyqa, kur flasim në aspektin e përgjithshëm, ekziston mundësia që mashkulli edhe në moshën 70-80 vjeçare mund të ndodhë. Femrat janë raste specifike kur po shohim që në moshën 50-52 që ndodhë. Nëse femra domethënë ka arrit menopauzën vonë, mund të jetë. Janë raste specifike. Këto janë pasaj raste specifike, normal mundet edhe mas menopauzës, nëse bëhet përgatitje hormonale, ai ndodh. Mirë, por na po flasim të flasim atje për kategorinë, për përqindjen e lartë të meshkujve që në periudhën e planifikimit familjar, pra po flasim për 25 deri në 40 vjeçar, e cila është periudha kur më shumë ti planifikohet dhe në këtë periudhë vërtet problemet mashkullore janë bukur të shpesha, edhe një prej problemeve që u diskutua është stresi. Tani shumë ndikojnë edhe faktore të tjerë, sigurisht obeziteti, mbipesha, e tham konsumimi i donit. Do të flasim për to ndoshta pas pak, e kemi një telefonuese që po na pret gjatë dhe do të kthehemi ti vazhdojmë me faktorët e tjerë. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes për ju dhe për doktorin. Faleminderit. Kam një pyetje. Kam djalin 13 vjeçar, për shoh që tash veç ka filluar të në fazën e pubertetit, po organin hiç nuk e ka adin të rritur as kur jo shumë rëna ka. Okej, është pak i plot fëmiu? Po pak i plot është. Okej, faleminderit për pyetje, mos u shqetësoni për këtë, do të jap sqarimet. Tani një pi problemeve shumë të shpesha, diç më larg, 2 raste kam pas për vizitë të ngjashme, është brengosja e prindëve për fëmijët e moshës 10, 11, 12, 13 vjeçare, të cilët janë obez, që kanë marak picat, janë të plot, dhe të cilët gjenitalet e jashtme duken të vogla në raport me trupin, shpeshherë për shkak të dhjamor, dhe prindërit shpeshherë janë të shqetësuar, disa madje kanë krahasim një fëmijë më të vogël. Mja unal ato picat pak. Po, mes pjesë e trajtimit është edhe kjo. Ose kanë një fëmijë më të vogël pastaj që bëjnë krahasim, ose kanë fëmijë të motrës ose të ngjajshëm, edhe diskutojnë ose me kolegët e punës dhe është një prekje e çiftit. Dhe shpesh herë konsultohen edhe edhe me mjek jo shumë të autorizuar dhe ka tendencë me marr terapi. Realisht
nuk duhet shqetësuar për këta fëmija fare, pasi që fëmijët janë para pubertetit, ende s'kan arrit në pubertet. Disa fëmija fillojnë me arrit pubertetin në moshën 12, 13, 14 vjeçare, edhe pse tash puberteti po shumë. Po fillon pak më herët. Megjithatë, në rastin konkret të Zoja, djali 13 vjeçar s'ka filluar ende puberteti. Domethënë, me u kontrollu po jo me u shqetësu. Jo me u shqetësu, për faktin se në momentin që fillojnë shenjat, na i thojmë karakteristikat sekundare mashkullore, domethënë paraqitja e çimeve në regionet e caktuara, do të nxitet nga zhvillimi i testisëve dhe kjo do të prodhimi i testosteronit dhe hormoneve që tham më herët, do të bëjë zhvillimin normal të gjenitaleve të jashtme. Dhe normal duhet pas kujdes fëmijëve të tillë duhet i rekomanduar dietat, domethënë të shmangëve ushqimeve që kanë sheqer shumë, ushqimeve që kanë yndyrë shumë dhe t'ju rekomandohet aktiviteteve sportive, domethënë. Dhe me kalimin e kohës, në momentin që hyn pubertet, ata fëmijë realisht zhvillohen normalisht. Nuk duhet dhënë kurfar terapi këtyre fëmijëve, pasi që ne nuk mund të nxisim pubertetin e parakohshëm. Domethënë nuk kemi mi çu dhëndër 14 vjeç. Jo, pra. Kështu prandaj nuk duhet shqetësuar prindërit për rast të tilla, duhet të bëjë vizitë nëse testiset janë në vend vet. Me qenë se përmendë pubertetin, ndonë se nuk je profesionist i fushës tamam, por ky puberteti apo pre-puberteti i cili është një dukuri shumë e madhe tek shumica e fëmijëve, si të vajzat, si të djemt. Si shihet domethënë në aspektin urologjik, në aspektin e pleshmërisë. Unë mund të them që në kohën kur kam kryer studimet në Kroaci vitet 94 kur kam përfunduar studimet dhe më kujtohet si temë diplomës një prej kolegëve ka pas temën me analizuan periudhat e pubertetit në periudhat të ndryshme në Kroaci dhe në atë kohë rezultatet kishin dalë, po flas për vitet 90-s, në Kroaci gjithsesi në Rijek shkolla e pubertetit po fillon më herët më tepër ishte studimi i dedikuar për femra. Për shkak të zhvillimit të vendit. Për shkak të zhvillimit të vendit dhe krahasoj pastaj me Londrën, studimet krahasojnë me Londrën. Dhe unë them se ne jemi tash në atë fazë shumë më tepër se atëherë për faktin se shumicën e gjërave konsumojmë gjërat të cilat janë hormonale, artificiale, duke filluar nga vezët, nga mishi, nga shumë gjëra janë të gjitha dhe nuk kemi produkte shumë natyrale dhe kjo, duke pasur shumica e produkteve mund të kenë një dozë hormonale të rritjes më të shpesh, që po përmendni sikur te mishi, dhe si e tillë, si rezultat i kësaj vrehet një arritje apo fillimi i pubertetit, sidomos te femrat në një periudhë më të hershme. Tani sa më herët që fillon puberteti, lartësia e fëmijëve mbetet më e shkurt. Periudha po, në momentin që përfundon puberteti e menopauzës, nëse mund të them, është më e hershme. Jo, mendova në gjatësinë e fëmijëve. Gjatësinë trupore, gjatësinë trupore, absolutisht. Nëse puberteti fillon më herët dhe në atë kohë nëse fëmia ka arrit gjatësinë optimale, domethënë që sigurisht shumë varet prej prindërve, atëherë gjatësia e fëmijëve ka më qenë me lartësia, kisha thënë me nalt. Nëse puberteti fillon shumë më herët, sigurisht do të ndodh shumë më herët pjekja, na i thojmë epifizave të eshtrave dhe personat pavarësisht se gjini do të jesin më të shkurt. Megjithatë ky është aspekt gjenetik, por aspekti ushqimor dhe ambiental sigurisht ka ndikim në fillimin e një pubertetit më të hershëm të dyja gjenit edhe të gjenia mashkullore dhe të gjenia femërore, por po flasëm për muaj ose më shumë të një vit e jo më tepër. Po. Mirë, nëse bëjmë krahasime me infertilitetin, me qenë se ju hulumtoni në vazhdimsi dhe shihni nëse bëjmë një krahasim me vendet e Ballkanit, të Evropës, me vendet e Amerikës, kjo një dukuri që shprehet përthuajse në tërë botën, por duket që pikërisht në vendet e sa më të zhvilluara, infertiliteti është më i shprehur. Absolutisht në vendet e Ballkanit ose kisha thonë në vendet e Mediteranit ku koncepti i familjes është pak më i lartë, problemet e tilla ekzistojnë në gjithë botën, por në këtë pjesë megjithatë këtij i jepet rëndësi më tepër dhe investohet. Ne e dimë se në vendet perëndimore, në vendet skandinave, planifikimi familjar
arrihet shumë vonë, nuk hipet, ose hiç, ose po. Ndërsa te ne kësaj i kushtojnë problem. Ndërmarrim masa pak më herët sepse ne absolutisht, qofshin martesat janë pak më të, megjithatë janë pak më të hershme, ndikimi i familjes sash ka ndikim, por edhe investimet në këtë fushë janë më të mëdha. Për shembull tash të shohim se megjithatë infertiliteti është problem, Më flas edhe në Kosovë, edhe në shtetet e Ballkanit, edhe në Turqi nëse shkojmë, dhe vetë fakti se vetëm në Prishtinë janë disa spitale, të cilat me një mjaftueshëm punojnë, që trajtohet goxha mirë. Goxha mirë trajtohet, dhe kjo fushë në Kosovë është bukur e zhvilluar. Fal turqëve që e përmendë posaçërisht. Po edhe kuadrat tona, gjithsesi ka, dhe si duket edhe një numër i madh edhe i pacientave të interesuar vinë edhe nga perëndimi për shkak se kryerja e këtyre shërbime është më ekspeditive, kisha thënë, më përkushtohen më tepër. Por në këtë drejtim, prapë po tham edhe roli i urologut, gjithsesi roli i trajtimit të infertilitetit mashkullor shtohet më tepër, veçanërisht për faktin se thash planifikimi po bëhet në faza më të vona, planifikimi zakonisht po bëhet shpeshherë në një kohë kur veç disa probleme veç nuk janë të kaluar më herët, siç thash, mosbritja me kohë të testiseve. Por një probleme që shpesh e takojmë është edhe zhërimi i venave të mashkullit, që ne thojmë varikocella, për çka shpeshherë pacientat lexojnë dhe një është një ndër problemet e para që paraqitet dhe vinë diskutojnë. Tani kur bisedojmë për varikocella apo zhërimin e venave, veçanërisht në mojt, dihet se testisët në jetën sa ka qenë fëmia në bark nonës zbresin në skrotum. Duhet të zbresin. Dhe kjo ndodh për arsye se për zhvillimin normal të spermatogjenezës që thejmë ne, temperatura e trupit do të jetë 34-35 gradë. Dhe ky ambient krijohet në skrotum. Dhe mosbritja me kohë u tha se ka impakt në kualitetin e spermogramit. Dhe prandaj kemi dy kategori të njerëzve të cilët kanë varikocell. Varikocella paraqitet në moshën e pubertetit dhe shpeshherë prindët janë të shqetësuar për këto dhe e sjellin fëmijën. Në rast se fëmiu ka dhëmbje për shkak të varikocellës, atëherë duhet operuar varikocellën pikërisht në këtë moshën e re, domethënë 17, 18, 20, 22 vjeçare, kur kur i riu ende s'ka planifikim familjar, ndërsa çiftet të cilët janë në planifikim familjar dhe mashkulli ka varikocell e cila ka impakt shumë të madh në lëvizshmërinë e spermatozoideve apo në motilitetin, këta meshkuj duhet trajtuar, duhet operuar varikocellën, pasi që ne shumë rezultate të mira pas operimit të varikocellës. Doktor, një telefonues shumë gjatë kemi. Alo? Apo na dëgjon? Alo? Alo? Si duket ka gjatë ka pritur. Do të provoj edhe një herë, kishte diçka probleme e këtë linjë. Mirë, ka shumë çështje të cilat duhet me u diskutu dhe për kohën të cilën e kemi në dispozicion e pamundur që ta trajtojmë secilin, kështu që po mundohemi pak nga pak të përmendim faktorët kryesor. Provojmë tani sërish këtë telefonuesin. Alo. Përshëndetje. Gjithashtu. Ju përshëndes juve shumë dhe mjeku në studio. Faleminderit. Dhe deshta t'ja bëj një pyetje mjekut jam PPE. Deshta m'ja bëj një pyetje për burr. Po. Masi edhe ka tema se dia ku më lidh ndoshta bashkë që tempo pa fshësh diçka. Burri se një kohë gat ankon shumë pi prostate. Po. Sa që edhe kur të kap një infeksion më i vogël, leukocitet ja ul shumë. Ka pas raste leukocitet ju kanë ul në pikë ma e vogla. U konë për mje shumë, para 5 vjetëve dhe në spital Prishtinë kanë shtren, kanë e 2 optit, s'ka mujtë me ditë pishkavit për vjenë. Më dhe maksimumi ka thonë një infeksion ma i vogli ty më dikan leukocite, po problemin madhe ka me prostatë. Edhe se përdor një terapi, i ka lënë ata e ka apet në prostatë. Dhe në punit parku që përthu ka unë ashtë majtë e ka shanë, po edhe tjetër është se ka marrëdhënie për shembull, fort e ka problem.
të marrëdhënia shumë, se e ka të farë lodhin fill gjatë marrëdhënia, tani po nervozohet, atë se tash po folin them të lirë, nervozohet shumë se mendon që s'po di ç'është më shpreh, pak ndoshta më kuptoni. Patjetër, okay. Edhe asnjë mjek nuk ka mund, u kon të rolu, u kon të çfarë lloj mjekës ka mund të hala me rajt, ka thënë maksimumin që ka. Çfarë moshe ka dhe a keni fëmijë? Po, i kemi 3 fëmijë. Moshën e ka 44 vjeçar. Mirë, faleminderit për. Po besoj që e keni gjetë doktorin e dur, më në fund. Duhet me lyp ilaçin çdo herë. Faleminderit. Numrin e telefonit më dërgutën në Viber? Po, do t'ju japim kontaktet patjetër. Faleminderit, ju përshëndes shumë. Gjithashtu. Patjetër që u përmenden disa faktorë, këtu përmendet infeksioni, rrëmja rruzave të bardha të gjakut, leukociteve, të cilët janë forcat armatosore të organizmit tonë në mbrojtje, dhe u përmendet disfunksioni erektil, ose impotenca, ose dobësimi të meshkujt. Në të gjitha këtu, përveç faktorit psiqik që ka ndikim mjaft të potenca, rrëmja leukocitës zakonisht kur kemi një infekcion, kemi një rritje të numrit të leukociteve, do angazhim të një forcave të armatosura më shumë në organizmin tonë të mëshëru. Megjithatë, infeksionet e prostatës janë infeksione kronike, janë infeksione të cilët persistojnë dhe mendojnë se në rastin edhe kanë impakt pastaj ato edhe në kualitetin e jetës, kanë edhe në kualitetin e aktivitetit seksual. Prandaj kisha rekomenduar që janë shumë rezistente këto infeksione, por vetë pacientin, nëse mund të themi, individi duhet më qenë edhe më rezistent që me bë trajtimin deri në përfundim. Një nga vetëm infeksionet e eshtrave janë infeksionet më të vështira për trajtim, pastaj vjen infeksionet e prostatit për faktin se në prostat kemi një qarkullim të vogël të gjakut dhe nuk kemi komunikim të gjakut direkt me lëngun spermatik. Dhe depërtimi i barnave pikërisht aty ku është infeksioni është i vështirë. Prandaj çiftit ju rekomandohet fillimisht me ekzaminu, me bë analizën, me ditë cilë është armiku, cilat janë bakteret, pastaj me gjetë modalitetin për sa kohë me trajtu, e në rastet të caktuar edhe mund të jetë edhe një terapi profilaktike, një dozë vogël e një preparat ose ilaçe në mënyrë që mos të përsëriten infeksionet. Dhe që me siguru do thotë me a krijuat vetbesimin që është problemi i zgjidhshëm. Patjetër, dhe edhe këtë çështja diskutoj që në arritjen e shtatzanisë shpeshherë ka ndikim, po jo gjithherë ka ndikim kualiteti i aktivitetit seksual, pasi që prania materialit spermatik në organet gjenitale femrore të një femre pleshme gjithsesi nuk pengon arritjen e shtatzanisë. Edhe një çështje po duhet diskutu që edhe profesionet kanë shumë rol të thotë në infertilitetin mashkullor. Edhe ato femror gjithashtu. Absolutisht. Ambienti i jashtëm, veçanërisht profesionet të cilat janë ku kanë punë me metale të rënda, profesionet ku kanë punë me temperatura të larta, po marrë çështën e termoelektronet, me ndotja, do të thonë gjithsesi ato kanë ndikim. Mandej profesionet në të cilët kërkohet shumë saktësi, pedantri, fokusim shumë të madh, ajo vërehet në një shkallë më të madhe. Për shembull, duhet të them, por në funksionet për shembull në institucionet bankare, në institucione ku vërtet lypet për koncentrim, përqësi, fokus, një gjë lodhje, një gjë tillë, në 1% konsideroj se është më shprehje. Faktikisht faktori ato zero shkaktojnë problem. Po nuk mund të them, po sigurisht kjo ka të bëjë me është e pavlerë, por në banka një zero. Ose kredi apo jo kredi me bën një fëmijë. Absolutisht ka shumë. Unë që tash duhet të përmendi në një rast të një mike time profesoreshe në Kroaci, në Rijekë, e cila këtë temë ka studiuar jashtëzakonisht, po flas në vitet kur në studioja dhe mbaj mend fjalët e saj. Dhe ajo kishte trajtuar mikën më të ngushtë për 20 vite në trajtimin më bashkëkor. Dhe pas 20 viteve trajtimit i thot po më vjen keq, po mjekësia e dorëzon duart para jush. Dhe çka ndodhi? Mas 6 muaj ajo ngeli shtatzon. Dhe në momentin që vjen e thirr mikën e vet, profesoreshën, dhe i thot unë kom ngel shtatzon, ai mendon që mos aspekti psiqik mos ka alteru, mos. Edhe thot nuk beson, po thot eja ta shoh kur e shef vet. Ajo është shtatzon. Thirrë kolegët e vet, pasi që ka qenë drejtoreshe e klinikës atko, edhe thot
Po, shtatzon është. Edhe tash e thirr në zyrën e vet dhe bisedon. Po, këtu janë shumë të shpesha. E thirr në zyrën e vet dhe thot çka ka ndodhur. A ke dash dhe i tash me ngel shtatzon. Ai thot po gjithmonë i ka marrë instruksionet e juaj. A ke qenë sinqert? Ai thot po, absolutisht. Ju kam besu juve dhe Zotit në këtë punë dhe s'ka. Dhe po çka ndodhi atëherë? Po thot shumë thjesht. Neve për herë kemi pas aktivitet seksual nga dëshira ta kemi një fëmijë. Dhe kur s'patëm sukses. Po tash çka ndodhi? E shijuam edhe aktivitetin seksual ndryshe. Ne heqëm dorë, u pajtuam, por ja që ndodhi. Prandaj kjo teoria psikologjike dhe stresi ka ndikim shumë, pasi që çiftet nuk janë makina për të mbaruar fëmijë. Nuk janë makina për të mbaruar fëmijë, por çiftet zhvillojnë një jetë normale, një jetë me dashuri dhe e cila si rezultati i saj, domethënë vjen edhe deri te shtatzania, normal, duke eliminuar disa prej faktore. Prandaj stresi, qoftë stresi u përmendi kredis, qoftë stresi i banimit, qoftë streset e tjera, telefoni, sot nuk duhet neglizhuar çështjen e telefonave, rrjeteve socialeve, të cilët në çdo kohë ardhja e mesazheve, emaileve në orë edhe mas orarit të orë të vonës, ai ta merr një pjesë të energjisë. Dhe shkaktojnë shumë stres. Dhe shkaktojnë gjithsesi stres edhe te çifti dhe si tillë gjithsesi duhet të kenë impakt. Pra, edhe faktori socioekonomik ka ndikim shumë të madh. Cilat janë rastet më të vështira, sepse shumica prej këtyreve trajtohen? Cilat janë rastet më problematike për trajtim? Tani sigurisht, rastet më problematike për trajtim është kur përkundër ekzaminimeve, trajtimeve të gjitha që ja bë, moshkulli është me azospermi. Pra, mas gjitha ekzaminimeve del se materiali i tij spermatik nuk ka spermatozoide. Dhe kjo është pak sa po, nuk ka fare. Kur ka pak shpresat ekzistojnë tash. Tani, unë mendoj që çdo moshkull i cili ka spermatozoide nuk duhet marrë këtë stres mbi vete. Por duhet zgjidhet dhe zgjidhet sot janë qendrat për të cilat bëjnë fertilizimin trajtimin e fertilitetit dhe të cilat përdoren metoda qoftë inseminimi intrauterin, qoftë IVF-i, qoftë ICSI-ja, domethënë injeksioni i spermatozoideve direkt në qelizën ve, pra ka zgjidhje. Dhe nëse çifti është azospermik, mashkulli domethënë nuk ka fare spermatozoide, por në rast se hormonit i ka në gjendje të mirë, edhe kjo nuk është betejë e humbur, pasi që shpeshherë qoftë për shkak lëndimeve gjatë lojnave sportive, qoftë nga infeksionet siç janë gonoreja ose klamidia, ose për shkak se janë shumë të rralla, ose për shkak se ka raste që çifti fillimisht ka bërë sterilizimin mashkullor, por mas një kohë lind nevoja dhe dëshira me pas. Janë raste të rralla, por kemi edhe raste të tilla, dhe atëherë tubat janë të lidhur. Pra rastet e tilla na themi azospermi obstruktive, kur spermatozoidet duhet të ketë, por ata janë të pranishme në testise dhe nuk dalin nga jashtë. Atëherë mundet që me metoda mjekësore, mikrokirurgjike, të mirën spermatozoidet nga testiset dhe prapë të planifikohet IVF-i. Pra zgjidhja ka. Janë treguar raste të cilat kanë rezultuar pozitivisht. Absolutisht, në qendrat për fertilizim in vitro këto janë rastet, metodat më të shpeshta për zgjidhjen e infertilitetit mashkullor, gjithsesi për planifikim familjar me shtatzani, ndërsa në rastet kur megjithatë ka raste të vështira, kur tin start e shef që nga aspekti hormonal mashkulli nuk është i zhvilluar apo ka probleme gjenetike të caktuara, nuk ka spermatozoide, atëherë duhet orientuar çiftit që planifikimi familjar të bëhet edhe me donor të spermës, me donator që edhe kjo është e lehtëshme, është zgjidhje për çiftin. Absolutisht, do mendoj që është një zgjidhje shpeshherë mund ta themi njerëzit për të shpëtuar jetën morrin gjakun. Po pra. Të fundit e kam. Sidomos tek të rinjt, adoleshentët që përdorin tesha të brendshme të ngushta, jo moda, jo ande ndikon, ka probleme më pas? Absolutisht. Përdorimi i teshave shumë të ngushta, jo komode, sportive, kisha thonë. Unë thash, jo pamuk, testiset dojnë temperaturën 34-35 gradë. Çdo mbajtje e organeve në temperatura shumë të ngrohta, shumë afër trupit, mund të ketë impakt jo të mirë.
Në këtë fazë Ju duhet thuhet edhe laptopët të cilët i përdorin meshkuj, do thotë në pozicione në ajo paraqet problem. Po, paraqet problem. Për shkak se telefonin në xhep, rrezikimi dhe temperatura e lartë. Tani çdo herë më tepër më pak ka studime, por megjithatë studimet flasin se ka shumë gjëra, domethënë radioval, qoftë radiovalet, qoftë valet të ndryshme nga telefoni kanë impakt. Megjithëse ende nuk ka studime të mjaftueshme apo studimet nuk kanë arrit relevancë, duhet vite për këto, po gjithsesi kjo ka impakt shumë të madh. Dhe pyetja ime e fundit është një këshill e shkurt, por shumë e vlefshme për të gjithë meshkujt, burra, gjinin mashkullore. Këshilla ime për të gjithë është si prind, fillimisht fëmijët duhet kujdesen, në atë fazën kur fëmija nuk janë të vetëdijshëm, duhet të kujdesen për shëndetin e fëmijës deri të arrijë pubertetin. Për të gjitha organet. Për të gjitha organet, veçanërisht derisa fëmijët arrin pubertet, që domethënë organet me qenë në pozitën e caktuar. Në momentin që fëmijët te adoleshentet duhet kontrolli i gjenitaleve. Për shkak se në këtë mosë në adoleshente janë të shpesha përdredhja testisëve, është shpesh tumoret dhe infeksionet. Duke pas parasysh se shpeshherë aktivitetet seksuale fillojnë edhe më herët, mbrojtja nga infeksionet urogenitale. Këtë duhet pas kujdes, prandaj këshilla mbrojtja nga infeksionet urogenitale. Mos konsumimi i substancave që kanë ndikim u përmenden, steroidet, në asnjë mënyrë. Një fëmijët 4-15 vjeçar po shkojnë për klubet e fitnessit. Mirë për ta pas trupin e mirë, por duhet të pas edhe shëndetin reproduktiv të mirë. Mos përdor energjike të cilat janë absolutisht. Shumë substanca me kofeinë, me sheqer, po ndikojnë keq. Ushqimet në përditshmëri, ushqimet që kanë shumë yndyra, fast food, për shembull, po shohim se fëmijët tanë çdo herë janë shumë obez, domethënë ushqimi i stilit McDonald's kushtimisht nuk është i mirë, po përmend në stilin thash, në atë kuptimin shumë Coca-Cola, shumë lëndë, shumë pemë që kanë shumë marketingun. Okej, mirë keni. Janë të huaj, nuk janë në Kosovë. Mirë, se kemi McDonald's në Kosovë. Okej. Nuk kam kur gjatë këndë nga afro. Prandaj, domethënë ushqimi të jetë i bazuar në mesh, në pemë, në salata, aktiviteti sportiv, jeta sportive, pas steroide, domethënë sportive, të gjitha këto janë kusht që kurdo që bëhet planifikimi familjar të hiq sa më i përgatitur. Normal, shpeshherë rekomandimi nuk duhet rekomanduar që kur të bëhen të gjitha gjërat, që atëherë të planifikojnë për fëmijë, unë mendoj se disa gjëra duhet planifikuar, por edhe duhet paraprit. Pra një jetë e shëndetshme dhe me sa më pak stres, për në kosto nga një menaxhim i mirë. Po, një menaxhim i mirë. Sidomos nga maji me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, pak stres, të mos e marrim që tani stresin me vete se absolutisht. Jemi menaxhues të mirë të situatave të vështira. Absolutisht. Doktor, shumë faleminderit, suksese e tutje, po besoj që këto këshilla kanë një efekt shumë pozitiv tek të gjithë ata që janë të shumt, të cilët po i dëgjojnë ato çfarë u tha në këtë emision. Faleminderit për ftesën, uroj që këshillat arrijnë në vesh të duhur, të njerëz të duhur dhe këtu ndihmojnë sadopak në zbutjen e këtij problemi, i cili megjithatë është një problem i prezent dhe një problem i cili dhe që shumë çështje që ishin të paditura nga një numër i qytetarëve, i shikuesve në këtë rast, po besoj që tashmë janë më të ditura. Mos mi marr me shumë afër zemrës, as me stres, por me i përcjell. Duhet punuar në drejtim, domethënë. Doktori ka qenë drejt për së drejti live, se na kanë shkruar disa numrat. Kërkojnë numrin, ne dham edhe vendin se ku punon doktori tek ata që patë mundësi, por po e themi edhe këtu, do thotë ta kërkoni doktor Faridin Veselaj, urolog, dhe natyrisht mund ta gjeni edhe në rrjetet sociale dhe në vendet se ku punon. Nuk është vështirë me gjetë doktor Faridinin, por intervistën e plot nga fillimi deri në fund e gjeni edhe në kanalin Zyrtar Official, natyrisht në televizionin 21 në YouTube.